Bota katolike në zi, vdiq në moshën 88 vjeçare Papa Francesku, ngushëllojnë liderët botror. Institucionet shkelin ligjin, shumë faqe të ministrive nuk kanë asnjë shkronjë në gjuhën shqipe. Punonjësit e kulturës nuk heqin dorë nga protestat, pushteti dhe opozita akuzojnë njëra tjetrën. Digjen 2 shtëpi, njëra në aerodrom dhe tjetra në Prilep, lëndohen 4 persona. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Një ditë pasi dha bekimin dhe mesazhin e tij me rastin e festës së Pashkëve, kreu i Kishës Katolike të Romës ndroi jetë mëngjesin e sotëm. Ai vuante nga një sëmundje pneumonike, ndërsa kohët e fundit gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar. Papa Francesku udhëheqi Kishën Katolike mbi një dekadë, ndërsa do të mbahet mend si një figurë admirimi dhe polemikash. Ai u përpoq të reformonte burokracinë e Vatikanit, të trajtonte korrupsionin dhe të adresonte disa nga sfidat më të ngutshme të Kishës. Kreu i Kishës Katolike Romake, Papa Francesku ndroi jetë mëngjesin e sotëm në moshën 88 vjeçare. Papa vuante nga një sëmundje dhe kishte një krizë të zgjatur të frymarrjes të ngjashme me astmën. Lajmin për vdekjen e tij e dha kardinali Kevin Farrell nga Vatikani, i cili mes tjerash tha se gjithë jetën e tij Papa i shërbeu Zotit dhe Kishës. Con profondo dolore. Në orën 7:35 të mëngjesit, Peshkopi i Romës, Francesku, u kthye në shtëpinë e tatit. Ai na mësoi të jetojmë vlerat evangeliste me besim, guzim dhe dashuri universale, posaçërisht në interes të më të varfëve dhe më të marginalizuarve. Në fjalimin e tij të fundit të bërë dje nga balkoni i Bazilikës Shën Pjetri përpara turmave të mbledhura me rastin e festës së Pashkëve, Papa kujtoi popullin e Gazës, në veçanti popullsinë e saj të krishterë, duke thënë se konflikti shkakton vdekje dhe shkatrim dhe krijon një situatë të mjerueshme humanitare. Ai e quajti gjithashtu shqetësues rritjen e antisemitizmit global. Çfarë etje të madhe për vdekje, për vrasje që shohim në konfliktet e shumta që tërbon në pjesë të ndryshme të botës. Unë shpreh solidaritetin tim për të gjithë popullin Izraelit dhe popullin Palestinës. Thirrni një armpushim, lironi pengjet dhe vini në ndihmë një popull të uritur që aspiron një të ardhme paqeje. Papa Francesku lindi në Buenos Aires më 17 dhjetor 1936 me emrin e origjinës Jorge Mario Bergoglio. Prej 13 marsit 2013 ishte papi i Kishës Katolike dhe Peshkopi i Romës, sovranitet i Shtetit të Vatikanit dhe papa i 266 në histori. Mbi një dekadë në rolin e tij si pap, Francesku mbeti një figurë admirimi dhe polemikash. Ai u përpoq të reformonte burokracinë e Vatikanit, të trajtonte korrupsionin dhe të adresonte disa nga sfidat më të ngutshme të Kishës. Gjatë papatit, Francesku ndërmori një sër reformash, ndërtoi dhe kodin penal të Vatikanit, ku përafroi dënimet me ato të ligjeve ndërkombëtare. Gjithashtu reformoi sistemin ekonomik të selisë së shenjtë, ashpërsoi ligjet e korrupsionit dhe krimet kundër të miturve, duke i dënuar ashpër edhe skandalet që kishin përfshirë më herët Kishën Katolike. Derisa i njihej për përulësinë dhe përkushtimin ndaj drejtësisë sociale, udhëheqja e tij kishte tërhequr gjithashtu rezistencë të mprehtë nga konservatorët brenda Kishës dhe më gjerë. Liderë të shumët botror dërguan mesazhe ngushëllimi pas vdekjes së Papa Franceskut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në telegramin e saj të ngushëllimit theksoi se Papa frymëzoi miliona njerëz. Papa Francesku do të varroset jashtë Vatikanit në Bazilikën e Shënmërisë Major. Pasardhësi i tij zgjidhet të paktën 15 ditë më vonë.
Pas vdekjes së kreut të Kishës Katolike Romake, Papa Francesku mëngjesin e sotëm, liderët e shumë botror dërguan mesazhe ngushëllimi. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në telegramin e saj të ngushëllimit theksoi se Papa frymëzoi miliona njerëz shumë përtej Kishës Katolike me përulsinë dhe dashurinë e tij kaq të pastër për më pak fat. Sot bota mban zi për vdekjen e Papa Franceskut. Ai frymëzoi miliona njerëz përtej Kishës Katolike me përulsinë dhe dashurinë kaq të pastër. Ngushëllimet e mia janë me të gjithë ata që e ndjejnë këtë humbje kaq të thellë. Le të gjejmë ngushëllim në idenë se trashëgimia e Papa Franceskut do të vazhdojë të na udhëheqë të gjithëve drejt një bote më të drejtë, paqësore dhe më të dhëmshur. Shtëpia e Bardhë ka publikuar një reagim në llogarinë zyrtare në platformën X, ku thuhet u prefsh në paqe Papa Francesku, ndërkaq një reagim kishte edhe zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance. Zemra ime është me miliona të krishterë në mbar botën që e donin atë. Kryeministra e Italisë Giorgia Meloni tha se lajmi për vdekjen e Papa Franceskut ishte një lajm shumë i trisht, pasi po i jepet lamtumira një njeriu të madh. Na trishton thellësisht, pasi po i themi lamtumirën një njeriu të madh. Kam pasur privilegjin që të shijoj mirësinë, këshillat dhe mësimet e tij, të cilët nuk më kanë dështuar kurrë, por ne e dim që tani ai është në shtëpinë e Zotit. Papa Francesku do të varroset jashtë Vatikanit në Bazilikën e Shën Maris Major, një nga 4 bazilikat kryesore papale në Rom, pasi parandarjes nga jeta. Ai kërkoi që trupi i tij të mos vendoset në platformën e ngritur në katafalk në Bazilikën e Shën Pjetrit. Pasardhësi i tij zgjidhet të paktën 15 ditë më vonë. Institucionet shtetërore nuk e respektojnë ligjin e gjuhëve. Shumica e webfaqeve të ministrive, edhe pse formalisht e kanë mundësinë që ta kthesh në gjuhën shqipe, ligjet dhe aktet nënligjore të dalin vetëm në gjuhën maqedonase. Ndërkaq, Ministria e Energjetikës, një ndër ministritë e reja që e shtoi qeveria e Mickoskit, nuk e ka fare mundësinë që të bëhet në shqip. Edhe pse gjykata kushtetuese ende nuk ka sjellë vendim për abrogimin dhe zhbërjen e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ka ministri dhe dikastere në qeveri që nuk e përdorin gjuhën shqipe. Rast konkret është Ministria e Energjetikës, e cila webfaqen e saj e ka vetëm në gjuhën maqedonase dhe nuk ka fare mundësi që lajmet nga kjo ministri të bëhen në gjuhën shqipe. E Ministria e Punëve të Brendshme, e cila edhe pse formalisht ka mundësinë që të bëjë webfaqe në gjuhën shqipe, por kur klikon në linqe të posaçme, ligjet, aktet nënligjore të dalin vetëm në gjuhën maqedonase. Për më tepër, ka momente që kliku të shkon bosh, sepse të përkthyera në shqip janë vetëm gjërat bazike. Në maqedonisht informacionet të dalin edhe për çështjet ndërkufitare, e cila si term është e përkthyer në gjuhën shqipe. Në këtë drejtim në nivel të njëjtë me Ministrinë e Punëve të Brendshme është edhe Ministria e Punëve të Jashtme, në webfaqen e të cilës në kategorinë shqip lajmet kryesore janë në gjuhën maqedonase, edhe pse e përzgjedhur të njoftojnë në gjuhën shqipe, në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme edhe lajmet udhëzuese njoftuese janë vetëm në gjuhën maqedonase. Në gjuhën maqedonase janë edhe ligjet, propozim ligjet, çështjet buxhetore dhe njoftimet për planet vjetore. E njoftimet e fundit në gjuhën shqipe nga Ministria e Administratës janë në nëntor të vitit të kaluar dhe më herët. Në të njëjtën situatë është edhe Ministria e Transportit e udhëhequr nga zëvendës kryeministri Nikolovski. Në webfaqen e transportit, ligjet dhe aktet nënligjore, po edhe informacionet tjera të rëndësishme janë vetëm në gjuhën maqedonase. Kujtojmë, për gjuhën shqipe dhe përdorimin e saj, shpeshherë nga distanca janë përplasur eksponentë të partive politike shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar Vlenin duke thënë se nuk din ta mbrojnë gjuhën shqipe, kurse Vlen ka akuzuar BDI-n se me vite të tëra i ka gënjyer shqiptarët, kinse ka zyrtarizuar Shqipen, e në të vërtet nga Vlen thonë se BDI-ja s'ka bërë asgjë. Për shkak të vonesave të pagave të martën në mesditë, protestojnë të punësuarit në kulturë. Ndërkaq, LSDM dhe VMRO kanë akuzuar njëra tjetrën jo vetëm për problemet në kulturë, por edhe për krimin dhe korrupsionin. LSDM edhe sot kërkoi dorëheqjen e ministrit, ndërsa VMRO thotë se LSDM është simbol i padrejtësisë.
Punonjësit e kulturës protestojnë të martën me fillim nga ora 12, siç kanë bërë me dje nga Sindikata e Punëtorëve të Kulturës së Maqedonisë. Një këshill protestues në përbërje të zgjeruar do të mbahet si nesër në mesditë para Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Shkaku i protestës, siç bëjnë me dje ata, janë vonesat në pagesën e pagave, udhëzimet e paqarta për përllogaritjen e pagave nga ana e Ministrisë dhe mos respektimi i kontratave kolektive. Ndërkohë, LSDM opozitare ka kërkuar edhe sot dorëheqjen e ministrit të Kulturës Zoran Lutkov. Kjo parti paraqet pushtetit 3 kërkesa. LSDM kërkon dorëheqje dhe përgjegjësi politike nga Lutkov për kaosin që ka bërë në kulturë, tërheqje nga deklaratat e turpshme për privatizimin e trashëgimisë kulturore, pagesë urgjente të pagës së marsit për të gjithë të punësuarit në kulturë. E VMRO thotë se LSDM është partia e fundit që mund të flasë për drejtësi dhe për kulturën. Ata, sipas VMRO-s, janë simboli i padrejtësisë, korrupsionit dhe krimit. Në kohën e LSD-s janë mbyllur hetime dhe janë kërcënuar prokuror. Kriminalet nga krerët e pushtetit mbroheshin si të jenë të shenjtë. Qytetarët ishin dëshmitar i përndjekjeve politike të kundërshtarëve. Gjykata Supreme ishte shtapartjak, kurse Këshilli i Prokurorëve Publik vëzhgues me mec i krimit. Të punësuarit në kulturë nuk e kanë marrë ende pagën e muajit mars. Revolta e tyre ushtua kur paga e tyre nuk u dha për festën e Pashkëve. Ndërkohë, pa paga brenda fatit ligjor kanë mbetur edhe pjesë të tjera të sektorit publik, ndërsa edhe ata që i kanë marrë nuk e kanë marrë rritjen e nevojshme prej 12%, ashtu siç është paraparë sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se në 2 raste të veçanta ka arrestuar 7 persona pasi tek ata janë gjetur dhe sekuestruar lëndë të ndryshme narkotike. Pas dokumentimit të plot të rasteve, nga MPB informojnë se do të pasojnë parashtresat përkatëse për të gjithë të dyshuarit. Vikendi i zgjatur nuk ka vlejtur për organet e rendit. 5 persona nga Shkupi dhe 1 nga Kumanova kanë rënë nën pranga të policisë, pasi siç njofton nga Ministria e Punëve të Brendshme, ju është gjetur dhe sekuestruar marijuanë dhe një lëndë e bardhë kokryzore. Më datë 20 dhe 21 prill 2025 në lokacionet e ndryshme të Shkupit, në punës policor nga SPB Shkup kanë privuar nga liria FG47, PR37, e I39, AI36 dhe IG20, të gjithë nga Shkupi dhe AA50 nga Kumanova, pasi ju gjetë dhe u sekuestrua marihuanë dhe një lëndë e bardhë kokryzore. Ndërkaq, për veprat të njëjta të jashtëligjshme nga sektori për punë të brendshme Shkup, njoftojnë se kanë paraqitur kallëzim penal kundër një personi me inicialet të BS 39 vjeçar nga Shkupi. SPB Shkup ka paraqitur kallëzim penal kundër BS 39 nga Shkupi për shkak të ekzistimit të shkaqeve të dyshimit për kryerjen e veprës penale, prodhimi i paautorizuar dhe lëshimi në qarkullimi drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Më datë 10 prill 2025, në punësit policor kanë kryer bastisje në shtëpitë të denoncuarit në fshatin Arnaqi, rajoni i Shkupit, me që rast janë gjetur dhe sekuestruar marihuanë dhe amfetamin. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se do të pasojnë parashtresat përkatëse për të gjithë të dyshuarit. 4 persona kanë mbetur të lënduar në 2 zjarre të ndryshme që përfshin një banesë në aerodrom të Shkupit dhe një tjetër në Prilep. Zjarri ka sfiduar edhe zyrtarët e MPB-s dhe njësitë e zjarfikësve në Ohër, ku nga zjarri janë djegur 7 hektar kallamishte. Vikendi i zgjatur ka qenë sfidues për zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe pjesëtarët e njësitit të zjarfikësve, pasi një banesë është djegur në aerodrom të Shkupit dhe një tjetër në Prilep. Zjarr ka pasur edhe në Ohër, ku janë djegur 7 hektar kallam. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se nga zjarri në aerodrom 2 persona kanë përfunduar në spital. Herët në mëngjes, në orën 5:14 në sektorin për punë të brendshme Shkup është raportuar se ka rënë zjarr në banesë në pronësi të personit me inicialet PD 74 vjeç në komunën e aerodromit. Nga zjarri, lëndime ka pasuar pronari dhe djali i tij OD 52 vjeç. Për shkak të thithjes së tymit, ata janë transportuar në kompleksin klinik Nëna Tereza për ndihmë mjekësore. Të lënduar kanë mbetur edhe 2 qytetarë të tjerë nga Shkupi, të cilët kanë qenë duke banuar në një banesë në Prilep, e cila gjithashtu u përfshin nga zjarri.
Më 20 prill 2025 rreth orës 13 në SPB Prilep është raportuar se në një banesë në lagjen Toçill të Prilepit në pronësi të personit me inicialet TJ ka rënë zjarr. Në banesën e tij ka mbanuar motra e tij CS 51 vjeç dhe dhëndri i tij DP 40 vjeç, të dy nga Shkupi. Zjarri ka sfiduar edhe zyrtarët e MPB-s dhe njësitë të zjarfikësve në Ohër, ku nga zjarri janë djegur 7 hektar kallamishte. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka zgjesuar 1740 kg ushqime të pasigurta, po ashtu janë shqiptuar 30 gjoba në vlerë prej 25.000 eurove. Gjatë kontrolleve është konstatuar se 16 operator nuk i kanë plotësuar kushtet higjienike për sigurinë e ushqimeve. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka kryer gjithsej 617 kontrolle emergjente para festave të Pashkëve, gjatë të cilëve ka njoftuar se janë zgjesuar 1740 kg ushqime të pasigurta. Sipas njoftimit të agjencisë, tek 16 operator, nga kontrollet u konstatua se kërkesat higjienike për sigurinë e ushqimeve dhe kushtet teknike në ambiente ishin të pakënaqshme. Gjatë kontrolleve është konstatuar se 16 operator nuk kanë plotësuar kushtet higjienike për sigurinë e ushqimeve dhe kushtet teknike në objekt. 4 operator nuk kanë kryer kontrolle të detyrueshme shëndetësore të punonjësve të tyre ose kanë pasur kartela shëndetësore të skaduara. Tutje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë potencuan se 5 nga operatorët nuk ishin të regjistruar si operator të ushqimit dhe 8 u gjetën se kishin produkte të etiketuara në mënyrë jo të duhur. Ndërkaq, për mospërputhjet e konstatuara ndërmjet kategorive të ndryshme të operatorëve ushqimor, siç njoftuan ata, janë nxjerr 44 vendime për eliminimin e tyre. Për vendosje të ushqimeve të pasigurta në treg dhe mospërputhje të përmasave më të mëdha janë shqiptuar 30 gjoba në vlerë prej 25.400 euro në kundërvlerë në denar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë mbledhur sërish në një tentim për të zgjedhur kreun e Kuvendit të Kosovës dhe 5 nënkryetarët. Lëvizja Vetëvendosje Partia Fituese e Zgjedhjeve ka propozuar sërish Albulena Haxhiun për kryeparlamentare. Në seancën e kaluar Haxhiu dështoi 2 herë për t'i marrë 61 votat e nevojshme. Seanca zgjati vetëm disa minuta, përfaqësuesi i lëvizjes Vetëvendosje Glau Konjufca kërkoi kohë shtesë për të marrë vesh me partitë politike. Tentimi i radhës do të jetë ditën e mërkurë. Prokuroria dhe policia ka njoftuar se 7 persona janë arrestuar lidhur me vrasjen e rreshterit policor Muhamet Lika. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka thënë se disa prej të arrestuarve kanë qenë të arrestuar edhe më herët dhe me prirje ekstremiste. 7 persona janë arrestuar sot pas një aksionit të policisë së Kosovës në Kaçanik, lidhur me vrasjen e rreshterit policor Muhamet Lika. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se operacioni është realizuar me autorizim të prokurorisë dhe ka përfshirë bastisjen në 9 lokacioneve, shumica në qytetin e Kaçanikut dhe një tjetër në një fshat të komunës së Klinës. Ku gjatë këtij operacioni janë bastisë 9 lokacione, shumica tyre në Kaçanik dhe një në Klinë, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policorin arrestu 7 persona dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe pashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rreshterit tonë. Ai theksoi se operacioni është kryer pa asnjë incidente dhe pa persona të lënduar, as nga të arrestuarët edhe as nga forcat policore që morën pjesë në aksion. Hoxha bëri të ditur edhe materialet e sekuestruara gjatë këtij operacioni të gjerë, të cilat tashmë janë në duart e hetuesve dhe do të shërbejnë për zbardhjen e rastit. Janë sekuestruar 2 vetura, telefonat celular, disa laptop, një armë zyrtare me 30 fishek, maska, fishek të tjerë, 2 lbi, si dhe dokumentet të ndryshme që do t'i shërbejnë hetimit. Ndërkaq, kryeprokurori i prokurorisë në Ferizaj, Burim Qerhini, ka bërë të ditur se deri më tani motivi kryesor për vrasjen e rreshterit të Muhamet Lika lidhet me punën e tij zyrtare si polic. Në konferencë u bë ditur se 7 persona janë arrestuar, në mesin e tyre edhe një ish-pjesëtar i FSK-s. Tani është pak herët të flasim për motivin, po sipas asaj që kemi gjatë këtyre ditëve, domethënë që po bën gati 3 javë,
lidhet motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i policisë së Kosovës. Dhe më tutje do të vazhdojnë procedurat e më tutjeshme, do të shohimi se cilat do të jenë të reja që do të na sjellë në procedurat në VM. Hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona tjerë. Në këtë operacion, përveç policisë së Ferizajt, asistencë ka dhënë edhe njësia speciale operative, ndërsa në total kanë marrë pjesë rreth 170 zyrtar policor. Operacioni vjen si përgjigje ndaj vrasjes së rënd të reshterit të policisë së Kosovës Muhamed Ilika, një rast që ka tronditur opinionin publik dhe ka nxitur mobilizimin maksimal të institucioneve të sigurisë. Shikues të nderuar, këtu është fundi i këtij edicioni informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.